Përçarja dhe mungesa e bashkëpunimit e partive politike në opozit për të dakordësuar një alternativë të përbashkët kundër mazhorancës ka nxitur një grup intelektualësh dhe qytetarësh me qëndrim opozitar të ndërhyjnë publikisht duke kërkuar bashkimin në një front të përbashkët. Kemi vendosur të ndërmarrim këtë nismë publike për lehtësimin e dialogut mes partive të opozitës, rakordimin e qëndrimeve dhe vendosjen e një bashkëpunimi të pranueshëm mes tyre. Forumi i dialogut politik u shpall këtë të hënë në Tiranë ku prezantuan qëndrimet përballë mazhorancës së Edi Ramës dhe kampeve opozitare ku Sali Berisha drejton më kryesorin. Gjithë këto energji të shpërndarë në 700 drejtime të ndryshme me disë partive që një pjesë të kohës luftojnë njëra tjetrën në vend që të merren me interesat e publikut, e elektoratit shqiptar, të arrijnë të rakordohet, të bashkëpunojnë për një qëllim më të madh. Ermal Hasimja, në cilësinë e antarit e themelues, zbuloi formulën mbi të cilin mund të ngrihet forumi i përbashkët opozitar. Fuqizimin e opozitës dhe bashkëpunimin për një front të përbashkët dhe të besueshëm opozitar, pa prekur identitetet dhe specifikat e secilës parti. Një tjetër pikë kyçe e nismës lidhet me mbështetjen e drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit dhe narkotrafikut në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Mbështetje së funksionimit kushtetues të drejtësisë në luftën e tij për goditjen e korrupsionit dhe narkotrafikut në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Forumi i dialogut politik njoftoi se në ditët në vijim do të zhvillojë takime me përfaqësues të partive opozitare dhe do të organizojë një tryezë të përbashkët me synimin për të arritur një marrëveshje bashkëpunimi të arsyeshme dhe të pranueshme.